Përshëndetje, mirëmbrëma kudo që jeni. Ka dal po I afrohemi mujit të shenjtë të Ramazanit. Muj ky që secili prej neve ka shansin mu pastru prej gjunafeve. Secili prej neve e ka shansin me ngarku me të mira edhe me sevape. Muj që çdo sekond, minutë, orë e tij është më ndryshe se sa gjithë muj tjerë. Është muj që ka veçu I lumi Zot, është muj që ka zbrit Kurani. Për ne muslimanët është muj I shenjtë dhe obligohemi me agjërimin e këtij mujit, pra të agjërojmë. Na lutim Zotin që të kemi ymër e shëndet, hym në Ramazan dhe dalim prej tij të falur nga gjunahet, të pastruar nga mëkatet. Të gjithë ata të cilët I kemi pas në Ramazanin e kalum, e ka ndru jetë, nuk do t'i kemi në këtë muj të shenjtë Ramazanit. Lutim Zotin me I mëshiru e me ja falë xhenetin. Gjithë ata të cilët janë të sprovuar me smuja të ndryshme dhe dergje nëpër spitale, o Zoti I dashur, shëroj me shërimin tënd të plot. Ne mirëpresim çdo vizitë, ne mirëpresim çdo sadak, ne mirëpresim çdo dua nga ju të dashurit e mi. Muji I shenjtë I Ramazanit e jetimat e Ballkanit, ashtu siç është të gjithë muslimanët tjerë, do të jetë shumë më ndryshe, shumë më I ngarkuar. Edhe pse 365 ditë në vit aktiv me aktivitetet tona humanitare, por muji I shenjtë Ramazanit është bërë traditë e jetimat e Ballkanit përveç aksioneve humanitare çdo ditë, përveç shtrimit të iftareve në kuzhinat tona, përveç atmosferës këtu në shtëpinë të moshuarve bashkë me banor, ne presim çdo natë musafir, janë musafir të shumë, çdo iftar kemi musafir plot. Është bërë traditë që Halili bashkë me stafin e muajin e Ramazanit mbyllën 24 orë çdo ditë në shtëpinë të moshuarve në selin tonë këtu në Xhenec, edhe kaloj me atmosferë jashtëzakonisht të mirë, me banor, me musafir, me përgatitje të iftarit, me shpërndarje të iftarit, në për komunat ndryshme shpërndarje të pakove ushqimore. Andaj, edhe njëherë, o Zoti I dashur, na mundëso të hymë në mujin e shenjtë të Ramazanit. Na mundëso, na falë shëndetin, na jep forcën, na lehtëso të agjërojmë këtë muj, dhe mbi gjitha, na falë neve dhe na mundëso ta përfundojmë mujin e Ramazanit të falur nga gabimet. Stafi unë ka përgatit një dhurim të shtëpisë së re, po I ndjekim bashkë. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Akrashtic, komune e Vushtrrijës. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë tre Zoes Emsale. Zoe Emsale, urdhënoni. Faleminderit shumë. Përshëndetje, tashmë veçina në ambientet e brendshme të shtëpisë tre Zoes Emsale, na po e lëna me po me se çush ka qenë vizitën e parë. Unë jam Emsal Beqiri, jena 5 antar, unë e burreve 3 fëmija, jetojmë në kushte jo të mira, jena veç me një social, me 150 euro, që 9 vjetë jena qëtu. Kjo ka qenë migjës vjerit, po aji s'ka po t'je, mësa ndeja u ka falën këtyne. Po kjo shtëpi është ndërtume për mi 45 vjetë, është shumë e vjetër, nuk I ka kushtet e mira për me jetu. Vajzën
Para disa mujve ma ka hongër mine. Ka qenë një javë detën infektiv. Gjallin e dyteve ato e kam të përvlum në dorë, është djeg me ujtë valë. Gjallin e madhe kam prej lindjes me 2 vrimave me një ushtim në zemër. Vesh me një social, eve kush kryqi ko që më ndihmon, eve kush ka mundësi ka familjarët po me ushqim, me gjona tjera. Ama ne jem mas keshti për një shtëpi. Tokën e kemi, po kush kish par mundësi më ndihmu veç për një shtëpi. Të kënë nuk është më për me jetu. Më shumë e vjetër e ndërtume, për mi 45 vjetë. Të na unë të më vogë, ftoft. Kush kish mundësi, ju kish alut veç më ndihmu veç për një shtëpi që ta fëmijët i qesën selamet. Për që ta fëmijë mas shumëti. Se për veç mbothje, për veshje, për ushqim ma nuk po jekum, qash mas rëndësia veç për një shtëpi. Zoja Emsale, ndryshim i madh, gjendja ku je kanë. Tepër, faleminderit shumë, i falenderona donatorët shumë, i shoh ati, ja jep Zotit të natë mirat, bashkë me familje, i shoh edhe fëmija jam borë që dikujna më ndihmu. Shumë, tepër ma letë kom. Tepër janë gëzu. Me ndëspretëshën me hi. Ati katastrofë konë. Shumë katastrofë, ka pot vogë, mëk, qikën, ma hangër mine. Tash këto ma letë kam. Na e falendrojmë dhe donatorin e vetëm kësaj shtëpies, është Fatan Veliu, i cili ka qenë donatori vetëm i kësaj shtëpie, e na po e lëna tash me pamjet e shtëpisë së re, bamirësh Zoti ju shpërbleft. Zoja Emsale, për herë inshallah gëzani. Shumë faleminderit. Ditën e mirë. Zoti e shpërbleft donatorin Fatonin, familja e gëzoft shtëpin e re. Do të kthehemi në shtëpin e të moshuarve, kjo shtëpi që ka hyrë në vitin e 6. Shtëpia përveç banorëve të territorit të Kosovës, kemi kalu edhe kemi pranu, kemi bo pak tolerim edhe përjashtim për banorët e Luginës. E një rast që kemi banorë këtu është i Medvegjës dhe ne kemi pranu në shtëpin e të moshuarve. Nga pamundësia për me shku në Medvegjë, kemi obligu dikën atje për më na bon një video me telefon të këtij banori, kushtet, mënyrën, formën e jetesës dhe rrëfimin e tij. Jemi mundu nga ajo video që është incizu me telefon me nxjerr diçka për publikun edhe kjo është ajo çka kena përgatit. Rahim, mirë se ju gjetëm. Është gjallën kjo. Për vëllën, Të shesë. a je mirë, si je? Pa gjallë në thonë e mije pe Zoti mirë. Gjallë i fort. Po sigurisht. Zoti edhe ty përshëndetje, Zoti të ruajt, Zoti ju ruajt. Fandi. Me gjithë shoqëratën, me Halil Kastratin që ka mësue një mundësi një jetën e më rënoma mija që tu jetaj, e i ku një mlinë. Rahim, a shkojnë ku ke banu?
Rahim se sa vjet i këtu, vetëm ti. Unë jam vetëm prej 99-ës kur ka kris lufta, një ndalë kërët kërshi, vllazni, rëpët e mi i kërët një ndalë, e unë s'ku ndalë për që tuit, që ashtu e pata plohu një vendir të vetë, edhe po jetoj sa pa mund të që ka të Rahim dimit çka bëj, çka bëjshën për drumë këtu. Për kur dimës që ta shte o vera, i përgaditi drumë, i darën, Me çka ke boj, ka me kram, jo e kun pagu traktorin, mirin, do me kra, si s'mosha me mëris, kur s'kisha hall me i pagu traktorin me orë, atër me kra, i dimit, i darën, e porositi ma bje dikush me kërë, se vetë zbije ku në 4-5 mund, te i zhëllgjegj, unë sun dalë ke i do. Si s'faj sanë të, a që tashtë janë të ljota, a do dhine të nështuë. Mëlla për dimën e shpit, Kjo për dhivër me 30 vjetë kam met, i e orë që tu e di që ti jetë që tu ujtë. që më kalëzove që e kom smut. Që shke mu smut? Valla, jara me gjarpit në nërguri më sja prunt me përjetuar, u bëra pe trupi, krejt kam duhet, s'mësha as shparitin, qëto, apo isha edhe se shparitin, mi aqit vetin një kafe, janë i qaj, njerë gotim për në para për një shparit, që në shuën kam. Një matë, që atëherë kur më ranë tybe në pasakuas. Në ardhë që ku të më shënë, ku jam tyrnua, tas pa kalai, tas pa reguluas, kur gjanë, e nonksio maj madhë, për qefi është, edhe dashnia kundër venit ishte më e madhe sekret përgjithësi. Rahim me izën e Zotit, kështë met për të rahatuj, se bërgji halidja, Zoti është përblejt, Amen, edhe fesniku, gjithashtu është krah. Mas pari duhet me thonë një fjallë, nera të rritë, si me këtë dashnë, si me që se kësha gjithë kur, për ti i kene potencirat, i ke, qështë me thonë, i ke fillo këtë punë me djelë, Zotin të mërë halit kastratit, nera jo rritë, respekt i sholla jatë Zoti o Zotë. Tani atë miret edhe ka mjaron. Amin, ja Rabbi. Se shumë më ranë ka kam nja këthi shpinën, venit tënë, ku jeton, ku je leje, ku je leje, për vetën shkanë. E di. Historin që e pam është Rahim Elezi. Rahimin nga Medvegja, e pamjet ku ka jetu, kushtet qysh ka jetu, e na e kem afër këtu. Rahimin do të mësojmë pak për jetesën që e ka bon. Rahim, qysh je? Mirë për Zoti, Sa vjetë ki? 76, 76. ku morë 7. Mashallah. Rahimin për ndryshe na ka propozu, na ka folë për të, na ka tregu historinë dhe jetën e tij, përfaqësuesi jonë që është në Amerikë, fisniku, edhe me kërkesë të tij, kemi shku, kemi dërgu një delegacion, e kanë vizitu, edhe i kemi thonë, është i mirë sa ardhur në shtëpinë e të moshuar. Apo na folë pak për jetën tonë. Që sa kohë ke jetu vetë? Pejtë 99-ës, Prej 99-ës. pejtë 99-ës, atëherë kanë dalë kajshia, vllaznia, arabën kanë dalë, unë s'kom deshën më dalë be aty, pse im koni Dhe ku kanë dalë ata? krejtë në përkosuju në për shtetet jashtme, u s'kom deshën më dalë, kum jetu, që ashtu, ju konë pak maj fort, maj mirë, më shnet, edhe maj dashën se bani jetë në kohë, s'ko gjallë. Mirë, për 27 vjetë mund të i vjetë, e po në shajta kote, s'mësha vetës me i bazmet, edhe unë rritua me njëm në zotnisë. Po, fjalla ju konë kresëre, Zotit ta dha shnetin, bericitin. Amen, Rahim, a ja koni mërtum në herë? Po, Po. Sa ke jetu me bashkët? 17 vjetë. 17 vjetë. Fëmijë s'ke pas? Jo. As djaja, as qikë. Jo.
Pej familjarëve kënë e ki? Kam 2 vllazni, një Koshere, Ku jetojnë ata? një është në Zvicër, një në Kosovë, një Koshere është në Gjermani. Që sa ku je në shtëpit më shumë këtu? Sa i ke bo? Unë ku marrë në 8 muaj, besoj që i ka 8 muaj. Qëtu e kom gjithë një vend të rahatshëm, me njëra juaj, i gjithëve edhe punëtorëve të juaj. Kam respekt kundrejt tonëve. Një vend i rahatshëm, ai që din me konsiderua, që shumë me thani kjo, me adit njërën. Unë e për janës i ujë jam atë që knasën, i pajtu shumë, besë regullat që ka dohet të me ju përbojnë, besojnë zvetin që unë e zdalë jashtë aty në ligjeme. E qysh ke jetu veç vetë, me qka e marrë? Kusht ka nejtë gati? Në Vllaznia, djelë të Vllaznive, më qajshë për Zvicrë edhe për Gjermania, edhe më isha më. Mirë për larga shërja të gjithë, s'ka më desh kemi pagu të aksin, ja më ronë me marë. Në cilin vend, i cili fshat me dvegjës? Dukat thirët. Dukat? Do të shkojmë njëherë në pas mazet e kësë. Ja, inshallah. Unë e kam dalume me hinja ne, po inshallah buhat në herë me shku. A kanë metë shqiptarë atje? Aty veç një kojshi ka metë, për 32 katonarëve që ka ime konë për dëmaqinës të shtojët. I ndalë veç një ka metë, është i ri, aj që shja ka qitë të rezin, jeton ashtirë është. Një ka një dalë që për i luftu dhe shke me ikë, me i pështu rëpt, unë që më dalë pak e kom pagoha, po si bije peshmanë. Qka ke pagu? E kom pagoha me shnetë, për i hysme. I më korë një dëmë të shumë, po që... Ka dush me thonë të ka në rej policia? Edhe të indekje, besë Allah i kërë shumë falë të një, më ka pështuar. Në qfarë viti kjo? Në qfarë viti? Në atë natën, kur bombardojke, në ato, atërë unë që du varosh. Që shmë thonë moment ke, që e përjetuva dhe ato. Qysh pështuar? Vesilu me Allah. Vesilu me Allah. S'muj mi përshkru ato, m'bje keq, që valë maltretime shkëm pas, po. Kur venduset njëri, kur me thonë një fjallë i thua vetës, që shto ku me shkua dhe s'kum desh me lëshupe, i më koni nga që më së bjezot për krejtë. S'kum qori pa kalzua dhe ata. Qysh njeve për shpinët më shumë dhe këtu? Kusht tha, kusht lajmëroj? Si kisha publikoha. Pas haqin. Okej. Tonë e haqia e ka pas. Ana ke pa neve në emisione? Jo, sonës atjes televizioni jo, atjes kum pasën, që shmë thonë të... Kosovën s'më shmi në me morë, kush ka pas rrjedh me atë saqa që shthirën, me atë... Si më ka një ditën po me së të rritë. Unë si më ka një jenë, s'kum një e kohën, pas me i ke rëshdia. Ma ka qërë këtë punë, nërë s'kum prenua. Po kur e pas që takate s'po shkërnë, atë në më desh me prenua. Nërë e rritë atina. E pse takati? Qka të lëqaj? Qka u bo? Vujshë për nej smundja? Ja flamat, ja gripat, e pasha që sonë s'mësha me pregadit. Kusht gatu i ke? Vetë. Vetë. Po, mërës... Dhe me gatu, dhe me? Po. Din? Kom ditë, a mos isha Allah zvjep, unë ashtë. Pse më nga gatu neve në herë me hojë bashkë 3-4 vete bashkë? Ja ty beni në gjithë... Nëse ke gatu mirë, kena qef me nga bëni drejk nga gatu me dhe hojmë bashkë. Derë të në zojeve me ishtivë në duar në brumës. S'ma mërmenja mjo prishajnë në zojeve t'juja që i kënja të... Kuzhinjereve tonë? Kuzhinjereve. A ma mirë po gatu në kuzhinjeret e tonë, apo ke gatu ti ma mirë? Ai që nuk e den nerën e juaj e të mirat e që ti veni, ai do të me vetë vetën ashtë në tokë Zotit. Mas pari me ishqim, me të fjetën, me regla, me respekt për i kërit punëtorëve tu, për mua është që aja pa me. Unës unë e dalë hake shty, po dhe zotnisë, s'pa ja kam. Janë do shqiptarë që janë krejt botën, që jetojnë edhe jashtë Kosovës, edhe mana Kosovë, edhe që përna shohin në kamera.
ata meritojnë mirënjohjen edhe falënderimin më të madh, se ata jepin për djersës vetë, kashores vetë, për që të shpi për juve edhe për shumë familje që ja u kanë ndërru këtë jetën. Po, zotni Halili, kam edhe aty edhe një fjallën e për juve. Emni juve shumë nga të është Amerika, edhe atje një jetë, po është një skaj mani në Zelanda re, të atje emni juve, besa juve, për atë hak që jeni të vërtet, e kanë po besimin e juve, jo në keni mundësu më orë që tu, ata e dojnë kashatën e rëbët vetë, e qojnë juve në besim të juve. Besimi juve është shumë i madhë, e vërteta juve e ka po krejt bota, që nuk lakman, që shme thonë nuk i dënë. Du me të vetë edhe dishka, mësum pak për jetën tonën me dvegjë, ta shkallëzone 8 muaj këtu të jetimet e Ballkanit në këtë shtëpi. A ka ndryshu në i sen të të? Të unë e ka ndryshu më sfari që shnetin, e kom jam mirë me shnet, tjetër unë ka ndryshu që qetësin e kam, me këta shoktu, me këta vllazën, me këta jemi rrëpë dhe një shpije, unë jam i pajtoshëm gjithë me ta, kam një mëhabet mirë me tanë. Qa ki me thonë dishka për fund? Unë për fund, veç muj me thonë një shala zëti një man ty, po dhe vllazënve që ndalë për jashna, edhe njerë thamë që na nimojnë, mësë me konë ata, asë nëse shumë që to, se s'kishi pas asë që kushte. Po njëhime aty, a për i këtu ujtë, veç me thonë një fjallë, Zotë ju rujtë, Zotë ju një mëftë, unë e kam veç fjallë të mirë me thonë për që të venë. Historia Rahimit në Medvegje, 8 mujorë shikti në shtëpinë të moshuarve, një ndryshim shumë i madh. Zotë ju të ju shpërbleft. Rafimet e banorëve të shtëpisë. Na kemë përditshmëri. Kajherë, nëse e dini, kini njohuri, në rrethin ku jetoni, në lagjen, katun, e dini që është dikush jeton veç vetë. Qelë janë i derën, për hatër të Zotit. Veç me adho mundësin me full, shumë se vapi madhësh. E leje ma me i nejtë gati, e nëse ka nevoj diçka me ju gjithë afer. Këto e në punë që rëndojnë shumë peshorën e të lumit zëtë, kur do dalën para ti. Dynjaja me loj vuajtje, loj sprove, është sprove e madhe me mbet veç vetë, përveç kësaj, me kushte të rana, me shëndet të lotë, pa pas mundësi, me ju gjedë vetës afer, pa pas mundësi një gotë ujë me afru afer veti. Kemi thonë shpesh herë që bamirësia nuk është veç kush ka pare mundet me bo mirë. Bamirësia është edhe një fjalë e mirë. Bamirësia është munis për hirë të Zotit prej shtëpisë me shku edhe me vizitu dikan që jeton veç vetë. Bamirësia është me shku me vizitu dikan që është i smur për hirë të Zotit. Bamirësi, si që thot i dashmi i Zotit dhe i joni Muhammedi a.s. është edhe një lëdhatim i kokës jetimit. Veç a do me bo mirë, se forma ka të lojshme për me bo mirë. E Zoti na bof neve prej atyre që bojnë mirë në krejt format edhe në krejt mënyrat. Storja radhës prap shtëpi e re, po e ndjekim edhe kthehemi në studio. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Goshavc, komune Mitrovicës. Sot kemi ardhur me dërzu çelësat e re shtëpisë Rushdi Sadikut. Çfarë është?
Ciao valla. Tashmo vecina në ambientet e shtëpisë të re të Rushdijës, na po e lona me pami se çu ka qenë vizitën e parë. Shumë Rushdi Sadiku, ka fshati Gushaft, pamjet pëshin edhe vetë, me çështje sociale jam. Jem 5 antarë, 3 vajza e kam. Kem nevoj për një shtëpi, shtëpia përshen edhe vetë qysh është. Me vlog, me të tëna që mund me jetu në ta, thmija po s'muan, po i kem qëtë sociale, kem edhe dështesat fmive, qysh po mund, qysh të po në animojnë kush po mundet. Qysh të? Jam Bukuria Sahiti, jam për Vaganicë, jam martuna në Gushaft, veç me burjet e me 3 fëmijë. Me në social, me qëtë shtesat të fëmijë, da për neke ka pak qëtas po mundet, që ka parë që shqeqiri. Po mja ka erë për hukë, me kukra, me bërë, që të s'kejtë, me kur thujnë dyqysh, për bëbara otë. Të të malte këtu të isha këtë për akrabove, se kur së më më ishë që shdo të familje që do të më ishë. Jo dikush da, që është. Na dy apet e pedina që ka, ku s'ka po të mja, do më zdo, po të mja vlej, mja pru. Vëlloj, po ko që e moja 10 vjetë mi ka bo, po që me bo, edhe e përshë edhe vetë që tash. Se s'pja mu mja dollë. Shu që të po blinë të goj, ka e po kam, po, mi dhon kërës, po kam. Po do të po kopta në dhaja që të është ka pak. Ora në bëllë për përend, po që shqe për sa me pos, po sa me bo. Fëmija zdo muj më pasika, në pejgë dhauge. Ato dyte kam pekre negre, zdo muj më nëshë, në shumë një lotë që borna, ka 50 euro së ndonë për. Ashtë edhe shtrajt bornat. Po sa me bo, ty kush pak, diku pak. Kërë me pavim që shta ka boja. Se vejpat mi dhojnë. Peshen edhe vetë. Këtu sene që mi kam li 2 vjetë, 10 vjetë. Këto dhomë mi ka dhonë që është kumë Prishtinë, po banën që t'jemi qira. Vaganisë mi alon në shurë. Ja kështë morti, kështë të mi ka përë. Me vitra këtë që ne kanë blesë si vjetën, këtë me vitra këta kusheret që ne kanë morë, ne kanë blesë sanet që e pënë. Për qëta fëmise për vetë, apet njëri bënë disperti. Fëmija për të më zda. Dhe bëllë për mu. Apet kërë për delë për shkanë në të ditë që të buja. Dhe vetë im kanë smutë. Shpia me vlog me të tonat. E vlog, s'po ki ka s'kam i qu. Këta e kom lysë dhe ke ka vlogve që e kom lysë sa kom ke spital. Në që natën e kom ly, e kom pa o e zgati se pi vlogve në shumë. Në tonë bile krejt është akulla që kom i dizve e që ko butë. Malteri e bëjë. E veç për atë mikë që ata është ma shumë. S'po du shumë, veç 2 dhomë, se me posë. Ku kënë ratë, këtu ketë ma të është. Apo në buba, bo brejca, që s'donit. Së këtë i shola. Për gjithë kanë e për njëve. Kështë komës. Kështë për një shpi. Për tjerat se kam gollë, se jo dikush pak, jo dikush për andalë. Mujen. A për që shpisë më i kërkam jam. Përbanim jena kesh, përbanim shumë kesh jem. A kraboja s'mitë s'po kanë qasë këta pionës burët. Ka kështë sot s'po me mja dorë, është për shpi.
tjetër së du ma shumë. Veç në shtëpi 2 dhoma, 2 dhoma, 1 dhomë, për thënë me ditë le që ku po flenë. Ta natën më drejca doli buba që s'dolin që këtë. Zhapina. Në përmje këthmija ma shumë, në përmje krejt të smu pe i vloge, pe i erë mafkit. Ko për shqeqirit, një o dit për nejtë, mbaj. Në për shqeqirit mu ka parasit që tash, Ka parasit për jerë. një kohë kom punu, tash në po mes me punu, se po mera met. Shtë në barna për më shkin 4 atërën mu, gjesh barna. Shme ma tash në po me punu, një kohë kom punu, se më ka është në shkom punu, tash nuk po moj. Për që sta thmi kush mune, disë që me bo, mirë banë. Vazhdi, ndryshim i madh. Ndryshim i madh, shumë. 2 fjalë më na thon pak. Mirë shumë ndryshim i madh, falenderoj shumë, Allah ja Allah gjithmonë. Falenderoj Halil Kastratën, po sa ashtu edhe Halil Pasomën, familjarën tem, Enver Sadiku, edhe që ka kontribu shumë për këtë shtëpi që ka nga mas me shumë. Qështu, falenderoj çdo njërin, kush ka dhënë parë për këtë shtëpi. Po na konë shumë keq. Tash këtu mirë. Me të tonat. Të gjithë dhe kush ka marrë pjesë këtë përfëndim, di që të më ardhë, e fëndërë shumë. Ku jam kanë, e ku jam tash, për thëj natë më që andër me, që s'më me përmëndu që jam që të tash. Vizitën e parë na patë mërzit pak, tash. Ja, po që ashtë të kanë, tash këtë ndrysh hala andër, po më duke që s'jam, që është e vërtet hala. Për gjithë shka e ka ma letë, për gjithë shka. Mas shkorit e fëmija ka ma letë. Që gjithë shkofin e kam afer. E fëndërej shumë, e përshëndes pima. Për thim pima të madhe di ma dojkin, kush ka marrë. Luk me do kotit të hongshim, kush ka marrë pjesë. Mirë e kam pritë shumë. Të trija, të jam luk dhe një ma shumë. Mirë shumë ndryshim i madhe, si në ta me ditë shdojnë. As shkull s'kanë si në shkull, 2 ato që për me fritë që të më të më. Inshallah ma stopshit, kosha. Mështë si na, inshallah shlja zëti. Amin. E një ma të zëtë kosha. Allah e shpërblet, amin ja Rabbi, inshallah të tonë Allah e shpërblet. Çdo kush ka kontribu për shtëpi. Gati një mujtë të këmë në spital, ta shapet pak ma mirë jam po me barnën. Zotit e rëtë. Amin ja Rabbi. Na, po e lana me pamjet e shtëpisë të këto listën e donatorëve për ndërtime e kësaj shtëpie do ta bëjmë publike në rrjetet tona sociale. Mba mirë se Zoti ju shpëlbef. Amin ya Rabbi. Inshallah gëzani. Faleminderit. Inshallah gëzani. Edhe kjo familje e gëzoft shtëpin e re. Këtë emision, pak më ndryshe, na se cilin emision kërë kemi njësë këtë sezone, kemi pas një musafir në studio, edhe nuk ka pas musafir në studio që nuk ka përfundu intervista me lajmin po bohesh me shtëpi të re. E në këtë emision, është më ndryshe sepse unë kam shku vetë personalisht e një familje, edhe mbasi kemi mësu rrëfimin, kemi pa formën, kushtet, qysh po jetën, Zoti mos na sprovoft, kërkan, ja kemi dhënë lajmin se po bohesh me shtëpi të re. Para se me dhënë storjen, gjithë ju bamirës kudo që jeni, të gjithë ju që mendoni më u vargu me bamirësit e juja në shoqatën bamirës e jetimat të Ballkanit.
Këto janë mundësi gjirologarit e shoqatës tonë ku ju mund të jepni kontributin tuaj. Ka shumë njerëz që janë sprovum me lloj-lloj sprove. Nëse i ki mundësit me bo mirë financiarisht, bën mirë edhe hatri asaj sadakës, lutë Zotin me ta lecu atë sprovë, atë smundje, atë siklet, atë halë, atë derë. E Zotin e lecoft sprovat e halët e derët të gjithë neve. Gjirologaritë e shoqatës janë këtu. Startojmë me Zvicrën, gjithë bashkëdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në Zvicër dhe kanë dëshirë me kanë donator të jetimat e Ballkanit. Këto janë të dhonat bankare të shoqatës sonë në Zvicër. Nga Zvicra kalojmë në shtetin e Gjermanisë, gjithashtu për shqiptarët që jetojnë atje dhe kanë dëshirë me kanë donatorë shoqatën tonë. Këto janë dhonat e shoqatës tonë në Gjermani. E përmenëm pak më herët përfaqësuesin tonë kur u rrëfy banori nga Medvegja, Fisi, për gjithë shqiptarët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dojnë me kanë donatorë. Këto janë dhonat e shoqatës tonë me përfaqësuesin tonë Fisnikun atje. Në Kosovë, në bankën ekonomike, ka shumë prej shqiptarëve edhe këtu në Kosovë që edhe janë antarësu dikush me 1, me 2, me 5, me 10 euro çdo muaj. Andaj të gjithë shqiptarë që kanë mundësi edhe dojnë me kanë donator këtu mëna për mëna që jetojnë në Kosovë, këtu e dhonat e shoqatës tonë në bankën ekonomike, e shoqata në Kosovë ka edhe Prokredit bankën, këtu e dhonat e saj, gjithashtu e ka edhe bankën kombëtare tregtare, këtu e dhonat e kësaj banke ku është shoqata ka gjirologarinë e saj. Për shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, këto janë të dhonat e shoqatës tonë atje. Shoqata jonë ka adresën e GoFundMe-s dhe adresën e PayPal-it për ata që ju vjen më lehtë dhe më kollaj mes këtyre dy adresave me kanë donator të na unë në këtë rast, ju lutem regjia ndali pak, në këtë rast ka 5-6 vjet që përmes PayPal-it 2 antarë të një familje, unë po përmeni veç me mbiemër Asani, nuk ka ditë nuk ka që nuk qojnë donacion përmes PayPal-it në shoqatën tonë. Zoti kur mos ju humbë, Zoti ju shpërblef. Të gjithë shqiptarët që posedojnë këtu në Kosovë vetëm numër vala edhe dëshirojnë me kanë donatorë në shoqatën tonë, mund të dërgojnë një SMS në këta numra 55333 55444 edhe ndihmojnë shoqatën me një euro. Zoti kur mos ju humbë. Shqiptarë, unë do e mbylli këtu duke ju lënë surprizën e kësaj nate. Ta shikoni edhe përfundon emisioni me atë vizitë dhe surprizë. Kur është fjala surprizë, thash na jem prag të muajit shenjtë të Ramazanit. Surpriza para muajit të shenjtë të Ramazanit. Inaugurimi i mega projektit të shoqatës sonë në qytetin e Gjilanit. Surpriza mrena në muajin e shenjtë të Ramazanit. Do të ka surpriza të shumta, intervista të shumta, jo vetëm të familjarëve që kanë nevojë, po edhe të donatorëve, edhe të bamjezve, të profileve të ndryshme. E krejt në fund, jeni gjithmonë lutjet una Zoti ju rujt, ju shpërblef me gjithat mirat kur mos ju humbë. Shpresojmë që edhe ne t'jemi në lutjet e juja, ne shihemi të premten e radhës, Zoti kur mos ju humbë.
Përshëndetje. Mirë broma. A je mirë që jashtë kavale, a e një mirë? Sa mirë gjithmonë. Qysh je? Heq. A je mirë? Po, më gjallë po. Që po bën? Që e ki punët? Një farë dore. Apo në ngjeja jo? Po, qysh ja, lidhë, qysh se ngjeja. Krejt bota ngjeja, jo veç une. Zoti trut. Po krejt bota shqiptare. I strehum për konsist. Pse i strehum për? Pse qështë do jem hi i kome derë mikut. Qanena jem hi unë e gjithë, po të na kënena s'ka ma sullë as kur gjohë, si qës. Kemi qenë qështë për poshëm. Se kënena naltë, ja klopit. Ja klop. Po, Komune Lipjanit. komune Lipjanit është. Natja njëvës ati. Bjeshk. Një djole kemë. Edhe na dy. Djole i ka 20. Jo, 20. 20. Të shumë shkolla shafi. Do me thonë drejtën e ka pos një operë më dorës, edhe dëshpru diçka e ka... E ka thy dërën, me të paskullë, me të qashtu. I pa punë, i pa shkollë. Ai, mas që e ka funksionu pak dërën, na i jem të kënoqën. Një penzion i jam i qëtë. Po do të kujdes pa tjetër, se me pampersa ka mejtë. Pampers, Edhe me në si ecë, shumë pak ecë, se ka e deme, do me thonë pim ledhet ujin trup. po 70 vjetë. Kemë problem që të Hajde, 71 bile. Qka pritet? Kur gjë me mujtë me i pa që ta milion mirë, me diçka, për vetis me kam gollë. Halili madhë jeti, Ja, me që. ja i madhë je. I vogël. A zëti trujt. A sa njëre ke pështu ti. Sa ke strevu sa. Lumt. Mos e nalë kur te minutën e fundit. Kur ta nalë i lumi. Ai kur ta nalë. S'ki qka bë. Kemë problem se dhe të lau kemë shumë. Mëse të pyses, Laksti, kënena nuk qyre ti. këto jem, sa kom baba gjatë që të është 94 Pej nauta ka. Jena strëmë këto. E ta shumë tuftë monarë edhe pej punës onë e kom punu. Jem shku ku mujtë kom punu, adhe se mba mi ftjallë që i di kujna. Ka pësi qështu. Po shko ku i këti, ta në kohën po do të për cilje. Ta në kohën, më shelë. Hajtë se nuk zgotë të unë e shumë. Eci, shkojën. Shru zoti, s'ko aty kërkush se dhe. Qka pritet për me 72 vjetë? Zoti malë si. Bëllë, më shë i shala. Më shë se asë më jaftë më qurë, asë më jaftë me shku në banjo vetë, asë më jaftë kur gjo. Që ata ushqim që të ma bjenë, 2-3 guj edhe hecë. Mi dorën Bashkë bërë djallë djallë. ka thyne. Shumë për rrët. është operu. 4 orë i ka gjatë operacioni, edhe hala ka plakën mre. Në më tha me që dorë, Që aty vëlla, herë ju. që aty kur e ka thy dorën, më ka kri diska që ka. Kri ka up, dhe për atë herit, zëtit lasnash. E merë një pension me lazime. Po, për 200 euro, po. Qatë. A i rrimë për në bëhat 160 mu, para mena. Dhe thonë drejta një vëlla më ka një mu. Qështu diqka jo djallit e jo ushqime, jo... Po, kur të bon shqiptios me të imu dikush, e të nimon është në klasi. është klasik. Vallaj, dhe njënë me më dhonë veç i përse me sy moralil. Nuk e du. Veç me sy që i përse në spitame. Kur gjë s'du. Kur gjë s'du tjetër, heq. Veç i erdhe këtu. Bravo qoftë, lumt. Emision të malë ki. Te blasnive një djallit vllaut, Po. Droni. Na ka një mu dhe për djallë kër është operu, edhe kështu na një banë kur t'i lypëm kështu në herë që... Kështu i laqët apo mund me asi ju? I laqet po, kër për marrë pensionin, pampersa, i laqet, vallaj. Në pampers, Ka qenë se 24 orë po kushton veç një pampers.
Se po të ishim banatore, se kështu për ndryshe në për kështu marketa, se s'ku ka, veç për fëmijë fut. S'ka të maj. XXL, po do të se bajage kjo edhe pesha, po është e vështirë, po çka me bo? Do të më pajtë. A i jeta është gjësysh. Si. Synë ty i kem, qka pse? Ty synë. Një shambull për mirë. Po, ti s'vje për të keqë. Ti type në kam se ardhë me shërë. Po i ardhë me hajri, inshallah. Ka marrë me të vizitu, me të pa, qysh për jetën, qaj ke punë. Faleminderit shumë zote që përblirt. Me 100 mira, trujtë. Se unë e di që e kom një që edhe një djole ki cmutë. Inshallah zoti që ato të asheran. Aja o pasonia me madhe për ti. Edhe s'ka tjetër. Edhe urimi maj madhë që ta bon dikush për që ato. Se ti kërkush të dek uni. Edhe kërkush nuk u mjetë jashtë. Dyshek jam që 2 vjetë. Po, para 4 mujve kun ishte një spital në gjysmë intenzive, për zemrës, që i lidhe dhe trupi u që do pa tjetër mja jekë në spital. Kështu me tension me diabet është këtë gjë moti. Dekën e kemë halil. Ato e kemë krejt. A manon në i kush. E po di qysh do të me deke, i qënë da shaja, do të kalzëm kapak, të nguc kapak, dikur top tapajt. S'ko. Inshallah me këllaj dhe tonë. Inshallah. Qaja është me vrasi. Milazem, këna orë me ta bo një shpi të re. Zotë ju është për. Zotë ju është për. Valloj në ven. Me të natë mira. Ven dunë. Qirë me bazë. Pelon me të natë që djollë. Për që këto se për... Milazem, për dhe sa ka falë zotja ka falë. Shpinë e kam dragodanu në, po djollë, që ti djollit. Që ti. O Milazem, për dhe sa ka falë zotja ka falë edhe gidem. Po, ja ka ca këtu. Se cilët. Se cilët. E zotis për ty. Për këtë lajmë nuk di qka. Milazem, përhaj. Hajrë paqë. Shpia për të bohet. Inshallah ki ymër e zotit forcen e me pi bashka i kafe në shpi të rej kur të vine. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nuk e priti. E pret. Vallahi josë. Vallahi, zoti malë. I po që edhe me këtësi vide. Zoti malë, Milazem. Po i malë, po... E ka ku vetin e malë. S'di që shdo këtë e. Këna me pi kafe në shpi të rej bashk. Zoti... Qështë e erdha, qëtash ka me të erdha të herë me të donë qelësat. Peguja s'tonë në vezë zotit i shumë. Përhaj. Halin, atë kopi. Haj. Shalom zotit përcen. Të mi zotit i madhje. I madhje. Të mëdhaj janë shqiptarët, ata për në epin pare, na kanë besu neve për me qu të ata që kanë Po ti nevoj. me koni vogër, qka s'bon me atë pare? Qka po pojnë tjetë? A pin rakia, vjedhena, i kesh përdojna. Po ti, një qenë se kesh përdojnë të kujna. Milazem kam qef në shpit të re me pi bashka i kafe. Inshallah. Edhe kam i dhonë zërb asaj firmës që kam e bo shpinë, kam e thonë shpejtën e. Valla, për magmusht. Këna me arë bashk, me pi kafen, Me të mire, inshallah. përhaj. Zoj, përhaj. E gëzofshin, Allah ja u letësoft. Zotë ju rujt, shala keni shnetën, e ju vina në shpitrej. Gëzim është Milazem. Hiqi krejti e kite, mërzite, anë është gëzim. A theshe me pa, me alon djallit një shpi. Që ato, nesrit me dek. O, hiq me se përmen dekën, largë. Gojnë se kom. Me s'pore si e, me sy qilë nuk shkoj. Si pe lor rrugë. Zotë ju rujt.
Amin, inshallah. Edhe juve. Mes e këtyne emocionave, për na falenderojmë Zotin që na ka zgjellë mi prej kësaj pune e juve shumë. Faleminderit e Zotit kur mos ju humb, që na keni bërë sebeb neve me shpërndarë kësaj lajme, me ndryshu jetë, me fillu jetë. Zotit kur mos ju